përkrahjen brenda partisë. Pra me LDK-n shihet se ka shumë vështirë ta bëj këtë, nëse nuk hyn pakoja e bashkëqeverisjes në element. Pra, një koalicion tipik i një marrëveshje e cila do të përfshinte LDK-n edhe në qeveri. Ajo nuk duket në horizont se do të ndodhë. Nuk është se zoti Kurti do ta bënte, nuk është shprehur në atë mënyrë asnjëherë dhe mua më duket se ai nuk ka interesim të ndaj pitën e qeverisë me LDK-n, po as me Partinë Demokratike të Kosovës. Me PDK-n mund të ketë numra, po. Ka shumë më pak vullnet. Nga kush apo nga dy palët thua? Besoj që nga dy palët, por në rend të parë zoti Kurti, nëse ju kujtohet vitin e kaluar, as që ka biseduar me Partinë Demokratike të Kosovës, do të thotë për mundësinë e koalicion. Mirë, ndoshta e kishe personale me Memli Krasniqin, këtë herë me Bedri Hamzën, duket sikur është pak më ndryshe. Më korrigjo, apo jo? Po nuk ka ndonjë dallim të madh mes Memli Krasniqit dhe Bedri Hamzës. Ne mund të jetë taktizim, po jo me asnjë përmbajtje esenciale në këtë. Do thotë është shumë mirë që ka evoluar, është shumë mirë që po diskutohet, që ka një komunikim mes tyre, por ajo që unë mund të them që sot duket se apetiti i liderëve të Kosovës për të qenë në krye të institucioneve stabile nuk ekziston. Sepse kjo është enigme thellë. Pra nuk ekziston një shpjegim racional i cili do të thoshte se si zoti Kurti është në gjendje ta kërcënojë një qeveri stabile ku ka 51% të votave, ka shumicën në parlament, për shkak se nuk është në gjendje të bëjë një kompromis për çështjen e presidentit. Pra nuk arrit të arsyetoj se cili do të ishte synimi. Ndoshta e marrin vesh më vonë, po sot nuk kam në formë racionale t'ja u shpjegoj qytetarëve, shikuesve tuaj, për këtë arsye nuk e bën. Do të mund të ketë arsye të cilat ne nuk i dim, informacione të cilat nuk i dim, të cilat nuk shohin të arsyeshme që Kosova të jetë e stabilizuar në aspekt institucional në muajt e ardhshëm. Dhe këtu në këtë fazë hym në spekulime të thella, të cilat mund të mrinë deri në dimensionin e konspiracionit dhe nuk po futem në to. Nga ana tjetër, ajo që kemi folur në fakt në këtë bisedë e kemi bërë post zgjedhje, dhe unë po risjell pyetjen që të kam bërë atëherë, kam thënë, nëse zgjedhjet, ai leverdis opozitës të shkojë sërish në zgjedhje. Me situatën që është, pa ta pyet atëherë dhe ti bëra analizën që opozita nuk është aty ku duhet, ndoshta nuk i leverdis. Tashmë ku jemi? Ai leverdis sërish opozitës që të provokoj, sepse ky është provokim zgjedhjesh nga ana opozitës, sepse nuk i jep numra dhe padyshim është opozita ajo që provokon zgjedhjet. A e ka fuqinë PDK e LDK që dalin më të forta se që janë tani nëse zgjedhën mbajnë për 45 ditë? Gjithë ishim të befasuar me rezultatin e 28 dhjetorit. Domethënë, besoj që dhe lëvizja vetëvendosje dori e befasuar nga ai rezultat. Ajo që ndodhi në zgjedhjet e kaluara është se u fajsua opozita për bllokadën e vjeçare, edhe cila u interpretua si mohim i të drejtës Albin Kurtit fituar në zgjedhjet e shkurtit për të udhëhequr me vend. Tash zoti Kurti atë nuk e moho kush, ai është kryeministër, ka 51% të votave. Dhe ka të gjitha mundësitë të bëjë një kompromis për presidentin. Se cili do të jetë interpretimi i votuesve, në këtë nuk jam i sigurt. Mund të ketë rimendim të shumë qytetarëve mbi atë se çka ka ndodhur, reflektim të asaj çka ka ndodhur edhe në vitin e kaluar. Pra, nuk e shoh të sigurt as zotin Kurti me rezultat të njëjtë ta përsërisë rezultatin e 28 dhjetorit, sepse gjërat mund të marrin kahje tjetër. Shto këtu elementin Vjosa Osmani, e cila si duket çarja ka ndodhur qysh më herët, por pra vëllë të thu që Vjosa Osmani ka kry punë. Duke përdorur zhargonin në Prishtinë, ka kry punë me presidencën. Është e qartë që një kohë që zoti Kurti nuk do ta kandidonte zoti Osmani, duket se dje i ka kumtuar edhe asaj drejt për drejt këtë qendrim. Pra, tash a është opozita e gatshme? Unë mendoj që nuk janë fare të interesuar, janë shumë të pa motivuar për një proces të rizgjedhor, sepse nuk kanë edhe bazë të jenë të shqetësuar me zgjedhje. Por se mund të dalin zgjedhjet e jashtme të paparashikueshme, këtë nuk e përjashtoj.
edhe për shkak se faktori vjosa mund të zgjoj një irritim tek bazamenti votues i lëvizjes së vendosjes, sa është ajo përmasur nuk e di, dhe nëse ajo vendos të kyçet në politik mund të bardh një vot tek Po çfarë, se kjo është e pjesa, çfarë ndodh me listën Guxo që është tashmë pjesë e qeverisë? Nëse Vjosa nuk kandidohet, ata apo ja, nuk largohen. Po shqyqoni... Sepse, zyrtarisht, Vjosa Osmani nuk është në parti, është mbi partit, por çfarë ndodh me ata që ka qenë bashkë? Lista Guxo ka pasur elementet të saj. Bashkëkryetaria Donika Gërvalla ka qenë në një konflikt të hapur me zonjën Osmani muaj më parë. Do të kam pasur polemika në publik lidhur me dhe duket qartazi që ai relacion është ndoshta edhe më i keq se me zotin Kurti. Tash në listën Guxo mund të ketë individ, mund të ketë deputet të cilët do të mund të anonin nga Vjosa Osmani, por nuk e shoh në atë përmas, sepse lista Guxo në fakt është shkrirë në mas të madhe brenda lëvizjes vetëvendosje, pra mundën individ të caktuar të anojnë nga zonja Osmani nëse kjo sharje shpërfaqet dhe për dimension të angazhimit politik të zonjës Osmani, por nuk shoh ndonjë trazi të madhe. Ajo që është e padiskutueshme është që zonja Osmani ka një reputacion të theksuar tek qytetarët dhe ka një vlerësim. Simpatia ekziston për të. Dhe padyshim ndjesin të prezyrë, ajo shumë e re për t'u pensionuar, si thoni ju. Part simpatia dhe votën, aty ku graviton zonja Osmani në të armën, kjo është çështje për ta diskutuar, nuk e di saktësisht, por ekziston një dozë risku që Albin Kurti tash e merr me mos përkrajen e Vjosës Osmanit për prezident.